Përshëndetje miq, sot do të lexojmë disa nga poezitë që ka shkruar personi për të cilin unë flas në të gjitha episodet që u prek nga kjo sëmundje, nga kjo vështirësi. Për të thënë që të gjitha ata persona atje që janë dhe vuajnë këto momente, kanë pasur edhe një jetë të tyre. Pra të mos harrojmë që në të përditshmën e tyre kanë pasur dëshira, hobe, punë, familje. Dhe unë do të ndaj këto momente me ju. Nëna ime ka shkruar poezi dhe fatmirësisht mbaj në duart e mia një kujtim kaq të bukur si ky libër i vogël me poezitë e saj dhe disa ilustrime të mia. Shoku. Në shkollë u njohëm dy shok të vërtet, por jeta na bëri shok për jetë. Ëndroja të kisha një shok si ti, u realizua se i shkruar në sy, në dy zemrat tona ndjehej dashuri. Kjo i është dedikuar babait tim. Ata janë njohur që në fëmijëri bashk dhe janë rritur bashk. Kanë kaluar një jetë të tërë. Dhe ju nëse keni mundësi të ruani kujtimet bukura nga personat tuaj të dashur, bëjeni këtë sa më parë, përpara se sëmundja të thellohet, ose përpara se kjo të preki. Asnjë nuk e di kujt mund t'i ndodhi, por ja që kur lën kujtimet bukura mbrapa dhe ne kemi çfarë kujtojmë. Fëmijët janë jeta, lule të freskëta, gongje të rëndafili ku këndon bilbili. Fëmijët mësojnë, edukat e kulturë, ata të jetojnë. Fëmijët janë pjesa e nënës, e babës, janë shpresa e... Kur kam qenë e vogël, mami ka patur një makinë shkrimi te puna dhe kuptohet, unë e kisha pak të vështirë për të shtypur ato butonat dhe punoja me gishta. Kush e ka kujtimet lidhur me makinën e shkrimit, dhe nuk ishte boj të zezë në ato momente kur unë doja këto poezi t'i hidhja në flet. Kishte të kuqe. Nuk doja që të humbisnin shkrimi i saj dorës, por ato po fillonin të zveniteshin, kështu që i hodhëm në fleta të shtypura në makinë shkrimi. Dhe ky libër më pas është realizuar në gusht të 2003-shit. Pra, kur mami ishte akoma mirë. Një jetë. Jetën e plotë e kalova në këtë qytet, me smalesh me dy lumenj, jetën e kalova kam ç'them. Rinia sa andej ktejn, ish koha, sistemi, jetën ndërtonim, si deshën ata vetë. Shumë ëndra kisha për ty jetë, por mbetën në këto male pa jetë. Janë disa poezi të shkruara prej saj dhe disa prej meje, por unë do të lexoj vetëm poezi që janë të shkruara prej mamit. Sepse mënyra e saj të shprehurit ka qenë shumë e veçantë, e thjeshtë. Mua më ka pëlqyer. Do doja të kisha më shumë kujtime prej saj. Zbehtësia. Pse kjo pranverë e zbeht? Ku janë lulet e gjelbërimit? Mungojnë buzëqeshjet e fëmijëve. Ç'është ky zemërim? Kjo mëndzyrë? Nuk e di. Dhe kuptohet shoqërohen dhe me ilustrimet në faqen tjetër. Shikojmë nëse kemi nënës. Ti nën më linde, më rrite, më mësove, më ledhatove, se te proj. Të jam mirënjohëse, të dua shumë, më dhe edukat e kulturë. Dashuria nënës ndihet më shumë kur fëmia e saj bëhet prind vetë. Sa shumë e ndjej dashurinë tënde në çdo hap të jetës, të dua pranë, në zemër të kam, në çdo hall e madh, o nën.
Uroj dhe ju të keni kujtime të bukura nga familjarët tuaj, mos nguroni t'i mbani këto shnime, këto kujtime, fotografi sa më shumë, sepse vitet kalojnë shumë shpejt. Kalojnë dhe t'i ngrihesh një ditë kur dhe kjo mund të ketë mbaruar. Ju uroj një ditë sa më të paqët.